Kam në studio Enkeleda Sallaku, është kryetare e Departamentit të Bujqësisë në Partinë Demokratike. Do të flasim sigurisht për të gjitha këto problematika, por edhe në kontekstin e protestës Partisë Demokratike, ku sot vetë Zoti Basha ka ngritur disa për problemeve të tyre. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Besoj dhe ju i keni ndjekur sigurisht të gjitha problematikat që ka ngritur sot kreu opozitës Lulzim Basha në një fjalim që mbajti para protestuesve në çadrën tashmë të kthyer në simbol të kërkesave dhe të problematikave të kësaj force politike. Në këndvështrimin tuaj si eksperte, gjithashtu edhe pranë Partisë Demokratike, cilat janë problematikat kryesore me të cilat përballet sot bujqësia? Ju e keni shpallur prioritet, por duhet të themi nga ana tjetër që bujqësia edhe në këto vite qeverisje ka hapur vende pune. Ka qenë një ndër prioritetet e kësaj qeverie. Sigurisht që bujqësia, blegtoria, agropërpunimi, agroindustria, pra një sër sektor është të ndërthurur me njëri tjetrin, është ndër sektorët prioritar dhe më të rëndësishëm për ekonominë e vendit tonë. Duhet themi një fakt të thjeshtë që rreth 45% të gjithë popullsisë jeton në zonat rurale, pra e kanë të lidhur jetën e tyre me tokën, me blegtorinë, me punën dhe punojnë në këto zona dhe sigurojnë të ardhurat të mira për familjet e tyre dhe për fëmijët e tyre. Ju thatë që Zoti Basha sot ngriti disa nga problematikat të cilat janë problematika imediate, shumë të rëndësishme, shumë të rënda, të cilat po hasit ky sektor kaq i rëndësishëm dhe kaq i etik për vendin tonë. Problematikat e ngritura nuk janë problematika të ngritura nga Zoti Basha, janë problematika të cilat ne kemi ndëgjuar së bashku me Zotin Basha. Unë kam pasur rastin ta shoqëroj në shumë qarqe, në shumë rrethe, në shumë komuna të vendit tonë, janë problematikat të cilat i kanë shpalosur dhe shqetësime të cilat i kanë sot çdo fermer i thjesht në vendin tonë. Duke filluar që nga Shkodra, nga fshatrat e Shkodrës, unë kam qenë edhe në Selenic, kemi qenë në Lushnjë, në Berat, pra në të gjithë Shqipërinë. Pra fermer sot nuk ka vetëm në Lushnjë, në Fiera, ashtu se shpesh herë kujtohet dhe transmetohet, apo në Korçë, po fermer dhe njerëz të cilët e kanë të lidhur jetën e tyre me zonat rurale, jetojnë edhe në Kukës, edhe në Dibër, edhe në Tropoj, edhe në Sarandë, edhe në Kodën e Spol. Problematika është shumë e madhe, gjendja është shumë e rëndë. Përveç shohut të madh dhe propagandës së shfrenuar që kjo qeverisja Rama, ka bërë ndaj fshatit dhe fermerëve, asgjë tjetër nuk është ndërmarrë. Zoti Basha e ngriti dhe unë po ju ritheksoj dhe njerë që një nga premtimet e famshme edhe të mëdhaja në 2013 të qeverisë Rama ka qenë 5 fishime e fondeve për gjithë këtë sektor të bujqësisë blegtorisë. Por çfarë është bërë në të vërtetë? Ku ishin këto fonde? Absolutisht asnjëherë dhe në asnjë rast nuk u pesfishuan fondet. Ne kemi parë vit pas viti në buxhetin të cilat janë planifikuar, këto fonde nuk kanë arritur kur nivelin e 1.5% të asaj që ne kemi pasur në 2013. Po të ishin këto fonde kaq të larta, sigurisht do të kishim akoma dhe mbështetje më të madhe për fermerët dhe sigurisht do të kishim një rritje shumë të madhe ekonomike të këtij sektori. Thash që bujqësia si një nga sektorët prioritar të ekonomisë matet me rritjen dhe çfarë sjell ajo në zhvillimin ekonomik të vendit. Edhe pse sot ajo sjell 20% të prodhimit të përgjithshëm bujqësor, ritmet e rritjes së saj kanë ngelur, kanë stopuar. Po të shikojmë të dhënat e Instatit, pra jo të dhënat e Partisë Demokratike, por vetëm të dhënat e Instatit, dhe ta krahasojmë me rritjen ekonomike të këtij sektori në vitet ku ka qeverisur Partia Demokratike, në qoftë se në ato vite ritmet e rritjes ekonomike të këtij sektori kanë qenë 4 deri në 5% në 2015-ën, po kështu e shoqëruar dhe me 2016-ën, ritmet e rritjes ekonomike janë në minus. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që niveli i prodhimit ka rënë, që nuk kemi pasur ato premtime për punësime, pra premtime bombastike për 150.000 të punësuar në sektorin e bujqësisë. Një fakt tjetër që tregon që ky sektor është në kolaps. Do t'ju them një fakt të thjeshtë, që ne të tërë jemi dëshmitar. Sot me mira shqiptar po kërkojnë azil në vendet e Europës dhe vendet të cilat janë më të zhvilluara se vendi ynë. Rreth 100.000 janë të emigruarit nga zonat rurale. Dhe ndër këto 100.000 ose mbi 100.000 të emigruar me statistika zyrtare, 70 deri në 75% e tyre janë të rinj. Dhe ky është një fakt jashtëzakonisht tronditës. Pra të hiki 75% e forcës rinore të punësimit në këtë sektor, ky sektor do të futet shumë shpejt në kolaps ose është futur në kolaps. Do t'ju them dhe një fakt tjetër, me mijëra hektar tokë sot janë të pakultivuara. Pse? Pikërisht sepse po mungon forca e punës dhe po mungon një mbështetje dhe politika të qarta mbështetje për këtë sektor.
Dalim pak tek skema e subvencionimit. Ka pasur debata, ju e keni kundërshtuar, por ndërkohë nga ana tjetër, çfarë propozoni ju që kjo skemë të jetë më efikase? Skema e subvencionit nuk bëhet fjalë për skemën e subvencionit. Janë politika të qarta të cilat janë politika për të mbështetur këtë sektor, është sektor shumë i vështirë, dhe pa një mbështetje nga ana e shtetit, sigurisht fermerët kudo në botë kanë një mbështetje, qoftë financiare për të rritur nivelin e prodhimit të tyre, por pak të mbështetje nuk mund të zhvillohet përpara ky sektor. Pse kemi kundërshtuar në këto skema të cilat po aplikohen nga kjo qeveri? Sepse së pari kanë qenë skema fragmentare, së dyti kanë qenë skema politike dhe klienteliste. Pse them këtë? Në qoftë se kur ne kemi hartuar në 2007-2008 për herë të parë skemat e subvencionit, ato drejtoheshin drejt fermerit dhe mbështeti direkt fermeri i cili jepte prodhim. Sot skemat kanë ndryshuar. Nuk mbështetet më fermeri si pikësynisje e të gjithë sipërmarrjeve, por mbështetet gjoja pikat e grumbullimit. Gjoja pikat e grumbullimit. Dhe të dini që çdo vit pikat e grumbullimit. Po nëse ne nuk do të argumentoj pse këtë. Nëse ne nuk kemi një prodhim dhe ne nuk kemi nivel shumë të ulët prodhimi, s'kemi pse në këto moment të gjithë fondet e subvencionit të shkojnë tek pikat e grumbullimit. Dhe aq më tepër, këto janë fondet të taksapaguesve shqiptar. Janë fondet të taksapaguesve shqiptar dhe të gjitha këto fondet, ose mbi 80% e fondeve për subvencionet kanë shkuar gjoja te këto pikat e grumbullimit dhe përpunimit. Si shvendosi në fakt Dhe janë 40 individ që çdo vit përfitojnë nga skemat e subvencionit, pra nga këto pikat e grumbullimit, me grande të cilat janë jo më pak se 150 dhe në 200 milion. Çfarë bëhet tani, do shtrohet pyetja ime, me 350.000 fermerë të tjerë? Pra, ne subvencionojmë, qeveria jonë, me taksat tona, me taksat e çdo fermer dhe qytetar shqiptar, subvencionon dhe mba në këmbë 40 individ dhe 350.000 të tjerë, fermer të tjerë, i lënë në mëshirë të fatit. Ne themi që sot braktisje totale e çdo fermeri, pra kjo qeveri po braktis çdo fermer, kanë përfituar 0 lek në subvencione fermerët. Pse është niveli i ulët i prodhimtarisë? A i keni parë sot në treg se kush dominon në tregun e sotshëm? Në qoftë se do dalësh në treg, do të shikosh që ke prodhimet të cilat janë të importit. Ne po na mbysim prodhimet e importit, prodhimet të cilat ne mund të sigurojmë në Shqipëri, apo jo? Fruta, perime, zarzavate, sepse ne jemi vend me një tokë relativisht të mirë, po me një klimë shumë të mirë, me një vijë bregtetare shumë të mirë. Vetëm gjatë vitit 2016, fruta perime janë importuar me tonelata të tëra, me mijëra tonelata të tëra, dhe ka qenë fruta perime si speci domatja, të cilat ne i njohim dhe çdo qytetar i njeh, në zërin e 20 produkteve më të importuara. Pra, qeveria shqiptare dhe tregtarët e ndryshëm kanë importuar zarzavate si një nga treguesit të cilët mungonin në treg. E para, ose mund të flasim edhe për një kontraband mjaftueshëm. Pra, fermeri jonë prodhon për të mbijetuar sot, dhe kur prodhon me shumicë, ju i keni parë dhe kanë transmetuar vetë me emisionet të posaçme, qoftë nga Divjaka, qoftë edhe nga zonat e Devollit dhe Korçës, produkte të cilat janë hedhur. Pra, nuk gjejnë treg. Ju thatë që qeveria a ka bërë gabim që ka subvencionuar, sigurisht, zinxhiri mund të zhvendosja, por zhvendosja totale e të gjithë fondit të mbështetjes financiare, pra të këtyre skemave mbështetjes vetëm për një pikë të caktuar dhe lërja me një anë, braktisja e pikave të tjera të lë të nënkuptosh që këtu kanë qenë politika klienteliste. Dhe ne themi që këta një individ kanë qenë sigurisht individ të lidhur me partinë dhe me qeverinë e cila është sot në pushtet në maxhorancë. Ka informacione informale që fermerët kanë nisur të kultivojnë hashash. Është edhe një nga problematikat kryesore, le të themi sot, ose një ndër çështjet që edhe ju keni ngritur në kauzat e Partisë Demokratike. Ju jeni në dieni dhe çfarë shkakton kjo ekonomisë? Nga njëra anë mund të rrisë edhe numrin e të punësuarve, sigurisht, por nga ana tjetër formalizimi, çfarë ndodh me këtë pjesë? Është për të ardhur keq të pranosh një fakt të tillë. Mua më vjen shumë keq që ta pranoj një gjë të tillë që sipërfaqet e caktuara toke sot po kultivohen me kanabis. Unë e thash së pari, sipërfaqet e caktuara toke nuk po kultivohen nga njëra anë, kemi një nivel të ulët të prodhimit si rezultati mosmbështetjes,
por elementën të caktuar kriminal, të lidhur me këtë qeveri, sigurisht, po, detyrojnë fermerët, detyrojnë familjet fermere, të shesin blegtorinë e tyre, kafshët e tyre, sidomos kjo është në zonat e jugut dhe unë kam qenë vetë prezente në disa zonat e jugut, ku vetë fermerët të ndryshme më kanë treguar që për të mbijetuar, për të mbajtur familje, për të mbajtur fëmijët, jemi të detyruar të shesim kafshë të caktuara, bëhet fjalë për baktit të imët, dhe të punësojmë si sklever në plantacionet që po mbillen me kanabisin sot. Mjaft kullota, ne kemi shumë informacione, sidomos në zonat të cilat se Shqipëria është shumë e pasur me kullota. Pra nuk kemi pasur vetëm me tokë, kemi tokë, po kemi edhe shumë kullota të cilat nuk po shfrytëzohen. Në mjaft kullota, fermerët na vinë sinjale dhe informacionet nga departamentet e çdo qarku të Partisë Demokratike, që fermerët e të cilët kanë dhe mbashtrojnë blegtorin nuk po lejohen që kafshët e tyre të kullosin, sepse persona të inkriminuar, të fortë, të armatosur, të cilët i përdorin të gjitha mjetet e tyre, sot i rrethojnë dhe nuk lejojnë që këto kafshë të kullosin, dhe prandaj dhe fermerët janë detyruar o të shesin, o të therin, o të ikin e emigrim. Çfarë impakti ka kjo pastaj në sektorin e bujqësisë dhe çfarë ka programuar ose çfarë ka planifikuar Partia Demokratike për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate në momentin që do ketë mundësi ta bëjë këtë? Kjo nuk jep impakt, dhe ju e dini mirë, nuk jep impakt vetëm në sektorin e bujqësisë, kjo jep impakt në gjithë shoqërinë shqiptare. Pra, ne jemi shoqëri të cilët në këtë moment jemi në udhë kryq. Së pari jemi në kulmin e varfërisë, prandaj dhe sot fermerët të cilët ju bashkuan çadrës lirisë ishin të shprehin atë problematikën e madhe të tyre dhe të thonin fjalën e lirë të tyre për herë të parë dhe në mënyrë dinjitoze, t'i largohen sa më shumë kësaj të keqe të madhe që po mbizotron në Shqipëri, të largohen dhe impakti më negativ është në brezin e ri, i cili nuk po edukohet me punën e ndershme dhe të mira, ajo që të sjellë të mirat familjare, por me fitime marramënse për një kohë të shkurtër, por me impakte shumë të madhe sociale, shëndetësore e të tjera me radhë. Po i largohen arsimit, dhe kjo është me keqja e më e madhe, që po i largohen arsimit, unë vjedhe nga fusha e arsimit, dhe impaktet mund të jenë të shumta. Çfarë ofrojmë ne? Alternativa jone vetëm është alternativa që shikon drejt qytetarit, drejt fermerit. Atë tha dhe Zoti Basha, atë themi edhe ne, dhe në krye të programit ton, i cili po merr format përfundimtare, do të kemi fermerin dhe sipërmarrësin. Pra fermerin, bujkun, blegtorin, sipërmarrësin agropërpunim, ai do të jetë. Çdo iniciativë e lirë e tyre do të mbështetet me fonde shumë të mëdha dhe jo me fonde të cilat shkojnë për fasad, për palma, apo për të mbajtur në këmbë një qeveri të kriminuar. Një tjetër problematikë janë produktet bujqësore, le të themi ne nuk jemi të konkurrueshëm në tregjet europiane, ndërkohë nga ana tjetër po bëjmë përpjekje maksimale për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Si mund të zgjidhet kjo pengesë dhe pse nuk garantojmë dot sigurinë e këtyre produkteve? Problematikë shumë e fortë është problematika e sigurisë sot ushqimore. Kemi dy institucionet të cilat janë përgjegjëse, përveç Ministrisë së Bujqësisë, të cilat harton politika, janë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, AKU-ja, dhe Instituti Veterinarisë dhe i Ushqimit, më falni. Sigurisht të dy institucione janë varësi të Ministrisë së Bujqësisë, por politikat e caktuara dhe kanë bërë që këto institucione mos të arrijnë standardet e caktuara nga Bashkimi Evropian. Janë vënë një sër politikash dhe veprimesh të cilat kanë çuar në mos krijimin e ushqimeve të sigurta. Çdo progres raport e ardhur nga Bashkimi Evropian tregon për një nivel shumë të ulët të sigurisë ushqimore të produkteve tona, që është një detyrë e çdo qeverie për të krijuar standardizimin e tyre. Eliminimi ose heqja e një sër punojësish ekspertësh edhe të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, si partijak, ka bërë që këto sektor të ngelen shumë mbrapa. Mungesa e investimeve në laborator të fuqishëm ka bërë që siguria ushqimore të ketë një regres të mbrapa. Përdorimi pa kriter të prodhuesit i pesticideve të ndryshme, të cilat vinë nga një grup klientësh, pra importohen nga vende të ndryshme, të cilat nuk i dihet origjina dhe që aty fillon, dhe të cilat mbeten, pra
qeveria e cila duhet dhe ka si detyrë të krijonte standardin dhe të certifikonte produktet, nuk ka bërë atë, sepse ju thash, politikat e saj kanë qenë politika jo largpamse, fragmentare dhe klienteliste. Për të kryer edhe njëherë problematikës së ashashit pikërisht për vetë faktin, sepse është e lidhur direkt me bujqësinë, është kultivohet në toka, le të themi kujdesen ose janë njerëzit që merren me këtë janë pikërisht njerëzit të cilët jetojnë në zonat rurale. Sa të lehtë do ta kishte ose të vështirë një fermer të hapte një fermë në kushte të tilla, kur kemi një aktivitet kriminal nga njëra anë dhe nga ana tjetër kur formalizimi është shumë larg i këtij sektori? E ka shumë të vështirë. Sot të hapësh sot një sipërmarrje të re në fushën e bujqësisë është shumë e vështirë. Unë kam një student i cili ose apo diplomuar në veterinari, unë nuk do t'ja përmend emrin, megjithatë e përshëndesesh nga Vlora, nga Selenica, ai donte ta hapte përkërisht një aktivitet blektoral, por edhe pse është një student i ri, pra ai sapo diplomuar, një i ri, ai nuk gjente asnjë lloj mbështetje financiare për ta hapur këtë dhe së dyti, të gjitha taksat e larta që bashkë shoqërojnë këto aktivitete, bëjnë të pamundur të dalin me efektivitet ekonomik këto ferma të reja. Po kështu formalizimi gjoja, sepse para një viti u mor një fushat e madhe për formalizimin e bujqësisë, që s'ishte gjë tjetër veçse pajisja me nipt e fermerëve. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Ajo ishte një masë represive ndaj fermerëve, të cilët ju kërkoi ky nip se në rast të kundër pikat e grumbullimit nuk do t'i merrnin produkte. Dhe në vërtet ashtu ndodhi. Pikat e grumbullimit, të cilët ishin disa matrapas të lidhur dhe klient të kësaj qeverie, për interesa të disa individëve të caktuar, nuk i merrnin asnjëherë produktet bujqësore dhe blektorale. Pra një formalizim me dhunë, sigurisht një formalizim duhet në bujqësinë, por ju formalizim me dhunë, nuk ka nevojë për nipte të tjera, çdo fermer ka kartën e tij, njihet, është i regjistruar, ka dhe një kartë identifikimi, i cili dhe ne në bazën e saj do të nisim edhe në bazën as kërkujt nipti, se po të marrësh një nip sigurisht pikërisht ministri Panariti apo dhe kryeministri ka thënë që marrja e niptit nga ana fermerëve nuk do të shoqërohet me asnjë taks tjetër apo detyrim tjetër. S'është e vërtet, ato kanë pas taksa dhe detyrime të tjera, qoftë ndaj sigurimeve shoqërore, shëndetësore e të tjera, qoftë edhe ndaj detyrime të tjera që ndoshta dikush tjetër. Sa ka ndikuar në mos ecjen përpara shumë të këtij sektori toka bujqësore, 25 vite që nuk zgjidhet, le të themi, ky problem? Është një problematik, toka bujqësore sigurisht një problematik, është e fragmentuar, ka problematika, është një grup tjetër që po punon Partinë Demokratike, krahas me ekspertët tanë të bujqësisë, por është një grup tjetër i cili ka të bëjë me pronën, me pronësinë e tjerë. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit dhe ju.